Isha të lavanderia Armelia me Stenon po flisë për ty që kishe ngacmu të xhinset. Edhe ti kishe thënë, a do të shikosh çka kam poshtë, një gjë. Jo, çka ke je kurioze, i thashun, çka do të shikosh? Ajo e tha kështu. Po thua me do të vinte mirë po t'ja ule unë pantallonat. Jo pse mitroqe, po mitroqi. Duhet çoj edhe shamë nga Aleksandra. Mua vetëm më bezdis niveli i diskutimit. Të bësh debat, ti mund të bësh debat si një njeri i formuar, një artist që ke gjithë vitën në skenë dhe që je dy fishe moshës time. Kur ti nuk e bën, mua më të drejta, Stina për shembull. Stina, çfarë është mali? Çfarë është mali? Edhe bën sa vepi. Si kaf shpyllit. Shko, të shticaj këtë shumë, është edhe negativ. Unë nuk e ndje vetën pjesë të asnjë grupi. Do sa unë më të rri me Mirin, se Miru bë tani kështu tem, më ka thënë mos u merr me Kristin, dhe unë kam bërë të kundërtën. Më ka thënë leje Brikenët, dhe unë kam bërë të kundërtën. Mua nuk më drejton dot njëri. Se di pse ka ta nxjerrë veten e vet kështu. Nuk është sa më pëlqen shumë. Edhe ja kam thënë që mos fol shumë. Ok, je strateg, e ke lojën tate, shko bjerë direkt, nuk ka nevojë ta flasësh, ta përtasësh. Unë prandaj uzura me Mirin, se çfarë e kisha. Po të merrem me Mirin unë tani. Nuk është personazh që të jep. Po. Me çfarë të merresh, e kupton? Në shkollë, po vërtetet në atë vorbullën. Edhe ta shtuj sa ta shtuj, si dihet në? Pa, kemi një minutë. Dhe kanë gjysmë. Edhe në zyrë mua bëj deri tani. Çovi materialet në gojra të gabuara. Më falni, jo për një të tretë, për disa të tretë të thoja. Lediona, mund ta nison. Jo, nuk do ta nisësh ti. E kom ditë që ofendon, po do e nisim me radhë. Si të erdhën ty Armelia këto që dëgjove? Po shiko, unë e prisja se Selini ma kishte thënë që kishte folur me Euginin për këtë gjën. Po nëse ka mundësi ta seroj pak situatën, se duket pak e kuptuar e situata me Euginin aty. Jo, duket sikur i ka ulur pantallonat me vërtet, po nuk është ashtu. Prandaj, duket sikur me vërtet janë bërë kurioze. Nuk ka asgjë të pasqaruar. Unë them si të erdhi ty, publiku është shumë i qartë. Si të erdhi ty, interpretimi që këta të dy i bën kësaj gjës që ka ndodhur. Po për Selini nuk e di, po thjesht ka dëgjuar Euginin dhe ka thënë, "Okej, mirë, po ja marr për të mirë qenë." Pra, është Eugini ai që ka manipuluar. Po. Okej, Stine, si të erdhën ty fjalët e Selit? Si Selini interpreton në mënyrë të përgjithshme, kështu lëson fjalën e fundit thot parën edhe. E dyta nuk ka shumë më vogël Selini me numër vitet e karrierës time. Sa vite ka Selini unë kam karrierë, kështu që është shumë. Që ti karrierën jashtë. E përmene. Kam përmendur karrierën? Ke vite karrierë, vërtet e vonë. Çfarë do bëjmë këtu? Jo, thash ka karrierë, ka për çfarë flet, dhe vjen dhe flet për veprime kalamare. Sa të ke kap ti? Si? Atë ke kap ti? Kë? Dhe kush je ti që po gjykon këtë gjë tani? Le se ka njerëz që gjykojnë atë gjë. Ja ti ma venin tat. Mali? Kur e kum japur në një mendim deri tash, kur nuk më ofendu. E kum jap mendimin edhe pa ofendu. Unë kam marrë një shembull. Po, kjo goca këtu nuk mundet me jap, apo më thënë, kjo goca këtu nuk mund me jap një mendim edhe më shpreh që duhet pa e ofendu edhe pa mundu me ulë njëri. Në provimin e parë kur kum fol, e kum dhënë mendimin pa e ofendu kërkon. Kjo goca këtu nuk mundet me fol pa ofendu kërkon. Ledion, nuk kam thënë mali është kap shpylli, kam thënë si kap shpylli, ishte një paralelizëm. Nickname që unë ju kum gjujt Mirit që sot det që ma kalon Mogli. Do më thonë kjo ndikohet shumë prej menimeve si menim original. Ndikohet prej menimeve si personi tjetërit që janë bashkë 24 shtorë. A mund të janë prapë loj. Ja, prit. Bravo, një menim. A i në gjendin një menim e pa ofendu. Miri, si të erdhën Lugina. Si të erdhën ty mendimet e Selin, pra që bën të kundërtën e asaj që i thua ti të bëj? Ka bërë shumë mirë, ka bërë ato që ndjen. Ka bërë ato që ti e ndjen më afër apo më larg? Shumë më afër.
Menim original. Kërkoni menim original. Ledion, do ta them mendimin tim shumë shkurt. Do ta nis nga fundi. Ideja ishte që nga fundi nga ajo që the për Eugjinin. Nuk të dëgjoj Ledion. Nga fundi nga ajo që the për Eugjinin apo? Për Eugjinin, po. Thjesht po i shpjegoja Mirin se unë zgjova Mirin, Lorën dhe Loren për të konsumuar një akullore dhe unë ngela jashtë gjithë këto u futën brenda ndërkohë që unë ngreta gjithë nga krevati për të hëngur akulloren. Kjo ishte dhe thjesht po i shpjegoja që po diskutonim me Eugjinin dhe prandaj ngela jashtë. Nuk po flisja fare për Eugjinin. Dhe se kam thënë Armelës që si do ta keni ju marrëdhënien, unë Eugjinin e kam shumë për zemër, ndjej veten time shumë afër me të dhe nuk ndikohem nga asnjë marrëdhënie që ka gjithë secili këtu me Eugjinin. Dakor. Ndërsa për Stinën e kam thënë disa herë, nuk ka Stinë ca veprime që mua nuk më përputhen fare, ky është mendimi im. Nuk e kam ofenduar për karrierën absolutisht fare. O Lediona, mund ta mbaroj mendimin tim deri në fund se po më shumë. Si gjithmonë. Kur gjë s'kum bosë Selina e ti. Se kaq ko meriton. Për Malin kam thënë si kap shpylli, se një njeri që hypën nga një divan, në një divan, kap shpylli është. Mendimi im. Ndërsa për Armelën thjesht po diskutoja me Eugjinin që unë do të thënë thjesht po thaja që ma tha këtë dhe nuk më erdhi mirë. Po edhe nuk është se po komentoja Armelën ose situatën që kishte ndodhur Armelën, thjesht po diskutoni me Eugjinin çka kishte ndodhur. E kuptova. Gjatë asaj bisede, Eugjin, gjatë asaj bisede, gjatë asaj bisede, ti i thua Selinit që je i lumtur që më në fund arrin të bësh një bisedë të tillë brenda shtëpisë sepse nuk e mundur do të ndash ca opinione si ato që po ndaje me Selin në ato momente, apo jo, e mban mend? Po, sigurisht e mbaj mend. Është një person domethënë që më hapur edhe më çlirët, Selini është personi që kam arritur të flas. Kur shikon atë gjën që thot në fund, je prap okay apo ke dyshimet e tua se një bisedë bën me ty, pastaj të tjerë. Po sigurisht ajo është e lirë të bëj çfarë lloj bisedash të doj, unë nuk besoj se kam bërë gabim që jam shprehur sepse jam ndjer për të folur me këtë vajzën edhe prap nuk jam marrë për keq gjithsesi. Dakor, Arber, si e shikon ti? Një mënyrë për të afruar njerëz banor afër vetes është që të flasësh për një banor tjetër dhe të ndash të njëjtin mendim dhe këtu ti fillon të kuptosh kë ke apo kë nuk ke aleat brenda shtëpisë. Dhe fakti që nuk bën gjërat që i thot Miri është sepse e kam thënë edhe më përpara që është Selin ajo që përdor Mirin dhe jo Miri Selinën. Pra, Selina ka dalë në skemën e saj, le të themi, që po studion lojën, po studion banorët, do të tërheqë aleatët e saj, varet ku do i bashkohen interesat, por që deri më tani Miri mendonte që e ka Selinën në menaxhim, por Selina thotë ka mund menaxhim. Monika? Jam shumë dakord. Nuk e di pse po mendoj që mbas Prime-it sot Miri do thot prap, e shikon, ja prap rashun. Jo, Miri do thoj të ndrojmë hatin. Shiko, nëse ai nuk e ndron krevatin dhe sonte, aty ka diçka pastaj. Megjithatë, për moshën që ka Selin, në fakt është treguar shumë lojtare. Ajo ti thua Ilirit mos përmend moshën se do të futem aty tani përmend vetë moshën. Po shere. Ti je 23 vjeç dhe të tërheqi Mirin 46 vjeç. Kjo tregon për Mirin, jo për Selin. Po mirë, po, unë po e risi tash. Unë i them Mir, çfarë i them Mirit? Bravo Eugjin. Çfarë ti them Mirit? Unë ti them Mir, më mirë. Më mirë. Kur ta kuptoni, atëherë jemi në rregull. Çfarë kuptojmë ne më Miri? Çfarë kuptojmë ne? Ato që kam thënë fillim pra, që nuk e përdor unë Selinin. Kristi, si e shikon ti Kristi? Po, me Eugjinin e kisha pak më shumë se kam nejt me thënë drejtën. Po më thotë që nuk e gjova mirë me të nuk të lënë këtu të gjosh. Kemi ndajtur, Kristo, edhe unë të kam thënë që me ty ndaj ca biseda të këndshme, kemi ndajtur, edhe kemi qeshur, edhe kemi kaluar kohë cilësore, dhe jemi kënaqur, edhe kemi luajtur. Po pastaj ti ta kam thënë edhe në përshpi që je negativ një çiçk me mënyrën se si vërtitesh. Tani që ta kuptojmë ne që nuk e flasim të gjuhën, negativ me f është një shkallë më lartë se negativ me v.
Okej, qartë. O Lediona, mund them diçka? Ja më ta mbaroj Kristi një sekond. Fajn. Ha Kristi. Kaq, s'kisha më. S'kishe, kaq kishe? Kaq. Ti ku e gjen veten? Ke negativ me vë apo me të klipin s'do m'jap cigare. Vete ke fajn o Eugene. Të faktikisht qas më përsaktojnë më kështu që... Ledion, me që se u tha tani që po diskutoj kjo puna e klipit, jam shumë kurioze ta pyes Stinën ç'a do të thoshte me kur të ta kthej ofendimin a e mban dot. Se unë nuk e kam ofenduar Stinën në ndonjë moment, të thua që ke karrierë dhe mund flasësh për gjëra më të bukura se sa për gjëra fëminore, kjo nuk është ofendim. Kështu që jam shumë kurioze ta di. Stinë vogël, po flas me Stinën, po flas me Stinën, ishte pyetja për Stinën. Atëherë mos fol kur them Stinën. Se tregon shumë për ty. Të shohim kur të ofendoj tani unë apo më. Thot Miri, shut up. Të shohim kur të ofendoj tani ty apo më, okay? Jeni gjeti me mojtë. Shiko, kam përshtypjen, do vazhdoni nëse do vazhdoni të qëndroni aty të gjithë. Pra, si Selin, si Stine, do jeni aty dhe do keni mundësin të shikoni se çfarë nënkupton Stine me këtë gjë thot dhe se si e përballon ti atë gjën që Stine thot që do e thot. Është momenti, atëre, si fillim njerë, duaj që Casey, nëse mund është të lutem ulu tek tavolina e ngrënjes, me qënë se ti e imun dhe nuk bën pjesë të ky televotimi. Okej, ndërkohë, për gjithë ju të tjerët që jeni në divan, është momenti më në fund për t'ju zbuluar, ja, aty, po, Casey ullu diku aty, është momenti për t'ju zbuluar një pyetje që ju ka munduar dhe ja keni bërë njëri tjetrit gjatë gjithë kohës në këto 72 orë, pra momenti për të ditur se kush janë, deri në këtë moment të lojës, 5 më të preferuarit e ju të 17-ve që jeni ullur në divane.